Pra, propozimi i ministrit është që me një fond të siguruar nga miqtë tanë të çmuar të Emiratet Bashkuara për 20 milion eurosh në mbështetje të zhvillimit rural, të blejmë një sasi domethënëse mjetesh që vendosen në shërbim të ullimit, në shërbim të pastrimit të gjithë kanaleve ulluese, kryesore dhe që të funksionojnë i pas nevojave të bashkive. Ne kemi një eksperiencë pozitive të krijuar me një projekt pilot të fondit të zhvillimit në qarkun e Dibrës, ku është krijuar një shoqëri e përbashkët dhe ku është vënë në funksion një flotë e dedikuar për qoftë për pastrimin e kanaleve akulluese, qoftë për mirëmbajtjen e infrastrukturës rurale të rrugëve, qoftë për shtrimin e rrugëve të bardha. Ka funksionuar më së miri, kështu që tani është koha që me këtë fond ne ta rrisim kapacitetin dhe të krijojmë një logjistik që të jetë në dispozicion të bashkive sipas qarqeve. Dhe në këtë mënyrë, kjo flot mund të përqendrojë më shumë forca diku kur ka një situatë emergjence dhe në këtë mënyrë bashkitë do të ndjehen shumë më të gatshme për të përballuar emergjencën, ose pastaj në ditët e punës normale do të jetë një forcë e shtuar për gjitha bashkitë sipas sasisë së kanaleve për të pastruar dhe mirëmbajtur, sipas nevojës për të adresuar edhe problemin e argjinaturave. Kështu që është ministri që do të çojë përpara këtë projekt